kur e kom një thikjen, kur e nxjerr thikjen, kom qitë durë para dhe të jek me kopë sipër, dhe ka fillu në procedurën ma ka dashme, jo shpejt, po ka dalë, si kur e pret një dronë. Zotrin Niazi, sot ju kemi ftu për me nda me ne një pjesë shumë të dhëmshme të jetës suaj, kohën ku u përballet me dhunën edhe maltretimet nga forcat serbe gjatë luftës në Kosovë. Përvoja juaj është dëshmi e gjallë e krimeve që ndodhen ndaj popullit tonë në atë kohë, edhe rrëfimi juaj është i rëndësishëm, jo vetëm për mos me u harru, po edhe për me dokumentu të vërtetën. Ju falenderoj që keni pranu të ndani me ne këtë histori edhe cila është historia juaj. Atëherë falenderit për ftesën, unë do të mundona në atë mënyrën më të mirë të shpjegoj një histori që ka ndodhur në vitet 99, gjatë asaj kohës, luftës së Ushtrisë Ligjore të Kosovës. Unë quhem Niazi Bajrami, apo Niazi Depca, jemi nga komuna Preshevës. Kështu që gjatë viteve, gjatë asaj kohe, tash edhe ne si shumica po të thamë edhe një pjesë e shqiptarëve të Kosovës, pas dëshirë që t'i bashkohemi asaj kohe, që t'jemi sa ma mirë që sot ku edhe jemi. Dashti Zoti, e tha me plot krenarit, jam një pjesë e asaj kohe, jam edhe viktima e asaj kohe, edhe pse vujtjet, torturat, ato kanë met mrendësi time, por i kujtoj e i maj me kënaqësi. Ky burr që qëndron para neve, çfarë tortura ka përjetu, edhe sa ka qenë vështira në atë kohë, por edhe pas luftës me u përball me atë histori të dëmshme. Gjatë asaj kohë, deri gjatë zonjës ime, tash obligimet, punën që kemi pas nuk ka qenë shumë që e kemi mendu se do të zinjmi apo do të vritmi. Natyrshme është se kur dalsh para tyre dihet, lufta e ka këto, nuk e kemi mendu absolut. Mirë po, nga dita që jam zonë, apo në thojë, ta thamë ma konkrete, jam dërzu vetë, kam ra viktim për një arsye shumë të madhe. Njërin që kom pas afer, jam detyru, mi thonë, ik e lajmëroj njerëz, mos në i zonë, kështu që unë do të dërzohem vetë, që të mundohna mos t'i la të futen direkt. Fshat për arsye të mosafirëve, fëmijë, gra pleq. Kështu që aty ka fillu ajo procedura e thon fjalë torturës, dhunës, e deri në përfundim si prej nga ora 5 e mëngjesit deri në ora 8 darkës. Jam konë konstant torturë. Çka mund më për asaj note? Po, maj me në gjithë shka detaje. Ato i kam një memorie që nuk shlyhet nga unë. E maj e kujtoj çdo detaj. Në momentin që jam dorëzu, aty kom fillu të bëj disa mundime me ta dhe pse. Si të mojtë bëj diçka me mesin e 60 ushtarë. Qëllimi ishte që të mos të futen direkt, dhe fillun mas një kohë, fillun më futëm në shatin, kemi qenë unë edhe Shaqi Rashidi, është edhe katonarë dhe kemi edhe tafer. Në shpinë e parë, pas pak në kanë fut neve të parë, gjas mos ka diçka. Thot ju kam përdor për me ju
Në për shtëpia të fshatarëve aty? Na kanë përdorur për shtëpia të fshatarëve për si truproj, nëse ndodh diçka jemi kanë të partë. Në shtëpinë e parë, jo, po në shtëpinë e dytë, për fat keq, edhe sot e ndjej dhimbjen e një grua plak, që ka qenë invalide, s'ka mujt hec absolut. Aja nuk kishte mund të rriket në ato momente, edhe kështu që e kemi pa, ka rrafet para neve na shtrenën të dyve në borë, edhe thom drejtën, lutja e parë ime që ka qenë aty. Ju kom lutë Zotit që t'ja kthejnë mendin natyrës na bi neve mos t'i binë se plakë, se ishte shumë më rënë me pa një grua plak invalide, e palevizshme, atë shumë torturë mi ba asaj grua. Përveç maltretimit që më pas keni me përjetu të dy jo, maltretimin si që keni pas edhe në atë moment kur ju e keni pa një grua invalide të moshuar që po rrifet nga një ushtri. Po, aja ka qenë gjaja ma e vështirë për mu, kur gjë tjetër. Më e vështirë se sa dhimbjet e tua? Absolut, u thash edhe ma herët, ku ju kom lutë Zotit që të kthehen. E gjitha e torturë të kthehet tek ne, mos ta shoh atë grua plak, ka qenë mikeshe e fshatit, ty nuset që vajzat e saj kanë qenë të martuar aty në fshat. Aty është e vërtet, isha i pa forcë, vetëm gjë që ku mujt me ba mi lutë Zotit që mos ta torturojnë ato, se ishte një makabër, ishte një diçka që njeriu nuk e bën ato. Sada që është luftë, sada që gjaukrat janë nxehta, po është një invalide, një plak shumë e vjetër. Mirë, përfundoja procedura aty, neve na morën prapë në shtëpi tjera. Në çdo shtëpi që janë fut, neve na kanë marrë. Kanë vije dhe kanë bërë, gjithçka që ka pas në shtëpi kanë marrë, neve na kanë përdorur edhe me i baj gjanat e tyre. Si u dok pak tortura, sa që edhe t'ja bojmë gjanat e tyre, t'ja mbledhme e t'i marrin ata. Se ata ishin çmend, nuk ishte ma mëshirë, nuk ishte nuk e disha se që ka bëhet ma me ta, çfarë gjendje ishin me ba. Në mesin e fshatit kemi një bonar, ku i gjithë fshati kanë më shuj, është bonar që s'mahet mend se kur u ndërtu. Edhe aty, fillu na heken rrobat, kalon letëm me të mrenshme. Aty edhe, të drejten, pak jam i bindëm gjanat, momentin që fillon një ndodhi, plotësisht përqendrohem aty edhe ndodhi që ndodhi. Aty, tash si thojnë ta të rritë, nuk e di a kuptojnë jetë asat, atëherë hujt gardhit, fillu në ra me hujt gardhit, që për këtë zat... Aty ka fillu torturat e para nga ju? Aty ma filloj e gjoja ma keqe. Edhe nga vendi aty janë edhe, thonë, 5-60 metra. Në cilat pjesë trupit je godit me? Tash, pjesë trupit nuk e di ku s'jam godit. Tash të thëmë drejten, nuk e di as vetë se ku pas një pjesë trupit që s'jam godit. Te shtëpia Shaqi Rashitit, ata kanë pas fillu një bonar për ujë me nxjerr. Ishte kohë e keqe, ishte ftoft, ishte... Kur na çun aty, fillun shtëpinë aty në Shaqirit, mi marr gjanat çka deshte me shkafate. Bi tham aty në djalit Shaqirit se këto kisha frikën na çesin bonar. Edhe ishte bonar i thellë, i pa ndërtuar, i pa... Dhe kështu që edhe mundësinë për me dalë nuk i kishe më, se ishte i pa morë. Aty, një ushtar morë me tytë automatikut bjemë o këto nësi. Për fati nuk më rëndësi para këtu, e ma kapi këtë pjesën këtu, më duke se ma nëgjërë, kretë, ka paku në kresë. Mirë, bolë, qatë bëjtë. Në dha në shtrenën poshtë, në mlunë me lëqë,
ishte borë, ftoftë, ishte kohë e keqe. Aty ishte përjetimi i pa, si ftofti, na bëshin dhamë, sigur kërceshin nga Kraj ftofti. Kraj ftofti, ishte të merri pa. Mirë bëll një kohë vazhduam aty. Para se me fillu aja, neve patalon një kjerë pak, shef në malë, gjanat ushqimore, për çdo rast. E më qojnë direkt atje. Para se me më qua atje, një arë, ka qenë ara jonë aty, më shtrim për toke, edhe aty fillojnë me gjujtë rreth kokës. Nuk ma bëj ke kris me automatikut, as plumë, se thosha sigurisht kisha dëshirë, kap një plumë më mirë. I shtrit të kanë gjuhë me armë. Edhe ma tepër loqi kur ra ke plumë, ma bëj ke ftyre se sa krejt krisma. Aty ka qenë edhe një grue, më kujtohet, po fati nuk e maltretun ato. Aja kishte disa gjanat më shefta, disa zinxhirë, nga koha e vetë. E ja morën ja gjojtën aty, edhe për të nuk di mo se ka ike, ka shku. Edhe na qojnë nartë të kiri. Aty, pa fati nuk lezi. U mundu me shtynë pake, nuk boni, tëna nuk e di si e punë. A e kanë morë, se kanë morë. Një automatik qëndron tikun 4-5 metra larg meje, po isha dur lidh, isha në gjunë, munduhem shkoj, edhe pse në shta konë vetëm për me na mashtru një, po nuk mujta me shku. Ti ke vendos edhe me sakrifiku vetëm. Talë aty, edhe në bonshin bilit paktën na vrajmë dhe kështu që përfundon një procedurë. Mirë, po nuk ndodhi asaja. Se fati jam me qenë sot këtu, nuk pata as forcë edhe isha dur lidh. Vazhduam prej atyt, në kanë marrë, në kanë quvë të shtëpia e fundit e një fshëtari tu. Ai pa të ndërtu një shtëpi të mirë, me kushtet e veta. Aty ka qenë një grue, me sa unë e shë e di dhe e majmen shumë mirë, se ishin se komandanta, kjo vendosë për gjithë shka këtu. Kemi bëjt gjana edhe prej e shtëpije, dherë në fund. Mirë bëllë, dhe prune një traktar e moshën, e këshim pas moshën një traktar me gjana televizora, gjithë shka që kanë gjetë, kanë marë. Edhe aty, plakja sa shtëpisë ka qenë një mjeshtër i drunit, nuk jeton mo. Ka ndrejsh disa, na i thojmë shkam. Nëse ku e, po konë mjeshtër i mirë, edhe na kanë ullë aty. Një plak bje pakuj, plak serb, do të thonë me këmë thonë gjithë herë, a e thotë mua nuk kem interesun për kërgja, mos më interesan. Hapi, dishka na i robë me ndrobë, kanë prunë këto. Pa dëshirën e ti, e ka pohu që ka orë. Para meje, tha mu m'jen keq, asë dorë nuk shenë juve, m'jen keq mundësi, s'ka m'jen një mu kërgja, uj, po jo jatë. Ishte edhe një ndime madhe, se ishmi edhe djekë për patën. Edhe mërë një borë për para, një borë ishnosh. E të ishin bësanat së ti. Që në gjuan Shqipe quhet Boshnjak. Boshnjak, po në falë. Edhe ai filloi me mra shumë plaka ftyrës, pa që kom drejtu duart e poshtë, edhe e shikoj në ftyrë, ai më shanë bim, sa dashti vetë. Dikur u lodha, na Boshnjak i kemi kryte fort, dhe që si kujtë pas na pa u lodhe la. Atëherë u idhnu na qëtën na drejtu, në tha një grupë njerëzve për mi përshkatu. Nuk ndodhi prapë, hajtë mirë vëllë. Ai plaki ka pas një ahrin, ka pas një lopë aty, edhe na kanë drejtu një edhe aty. Edhe një ndalë dikon 5 apo 6, për pension shumë i sigurt, edhe thanë t'i përshkatojmë. Mirë bëllë, na u këthymë, me ftyrë nga mori, thëmë jo, do të kthejmë atë shkoj që shën ka bojnë. Për këtë zëtë e banën rreth neve të gjojit, po që s'na rokin një plëm, ishte që dhja ma madhe, unë e kisha dëshirën ma të madhe që të përfundan.
nuk ndodhi as aty. Edhe para se më tërhiq për aty, ata me në morë neve, na qitën në rrugë aty, edhe filluan. U bënën grupe, më shon njënë, më shon tjetër e gjuj pas, sikur loj futbolli me neve. Mirë bolla dhe aty në hajpën traktor edhe ishte koha drejkës. Në traktor për mi, që shka që ka pa, se në kanë quen në Muqipap. Në shatin Muqipap, në afrun të një shpi, i njohme edhe ata, kishin pas në rejsh një farë, aty që kanë stacionu policia, ushtëria, do të thotë ushtëria serbe, paramilitare, edhe kishin pas në rejsh një me drona, një farë në loje pak, po si grop, si loj bunkeri vogël, na fote një kohë aty. Edhe aty ka marrë një ushtar një bukë tash shumë e kam parasysh, kujtohet ai moment me gjujti si kur ja gjun qenit, e gjujti ta bukë. Mirë bëllë gjujti aty, thot hane, qa me hamë, kush me hamë. Mirë bëllë, nuk vazhdoj shumë gjatë aty, na kanë dzirë, na kanë nda prej bashim, në ato e kanë dzirë mas shpi, sigurisht i pas e kanë dhonu, ato e kanë torturu, edhe nuk digja më për ta, për momentin. Më vjen më një ushtarë, më thotë, ku ashtu shtëria shlimtare, se ajna tha se unë e di. Thash, jo, ti ne dish, hajde bashkojmë. Ta majtë shkojmë bashkë. Se isha pak, e pasha vetën si ku isha. Pasha vetën që këthim ropa s'kisha. Mos ti ullë në blit paktën, mos ti për ullë në për këtë. E bana atat, se e kam një tip shumë, kur ti drejtohëm një farë drejtimi, iki gjithë shka. Edhe, thamë po ashtu, ikim. Atje edhe në ta majtë shkojmë. Mirë bëllë. Më thonë një ushtarë, më thotë se vjen komandanti. Tu llogarit se komandanti pak. Komandanti të janë, e biseda njëri ma qete, ma kujdes shumë. Mirë bëllë. Direkt që ka artanë, më thotë, marrë një bomë edhe ta një bomë, ta futin pantallë, të është mirë. Bënë edhe të funë. Po thash mos harro se në momentin që e futën të kapi ty edhe. Aty ku më thonë, vdesmi si Bora Ramizi. Thjesht veç me ba fjallë diçka se nuk kishte tjetër. I urnoj një ushtare, thot, me ra pistolet në kokë. Ai nuk qujti në fakt, nuk shkrepi, por mra me tyt pistoletës. Bynë, thash hajt mirë. Aty ka shkuaja procedura ma e ranë që më shtrinë para të tonëve. Aty dhe fillojnë e procedurë, fillojnë e tytë automatikut shpinë se këcekin, qesin mu sigur loj, si me konë në trampolin. Mirë bëllë. E orëndoni është arë, thot mja prej veshën, mirë, thot. Unë edhe, kur e kom një thiken, kur e nëzjerë thiken, kom qitë durët para dhe jo, tërjek me kokë siper, dhe ka fillu në procedurën, ma të ka dalshme, jo shpejt, po ka dalë, si kur e pret një dronë. Mirë, bëllë, hikje, në gjore qetje të fillë e gjaku, ishte i papa në pjesa e asaj. Andive dhe dhimbje shumë të mëdhaja. Dhimbja, në ato momente, se njeri drejtohet me një drejtem, dhimbjes sigurisht se ka, po janë atë kuptimin e madhë, se ishe i fokusu krejt tjetër. Ta me sinceritet, nuk ishte në gjatë që se kur të nisësh, ku isha unë, e disha se thimë ropa s'ka. E prisha torturën, e prisha masakrën, e prisha vrasin, e prisha pjekin dorën, e kamën, e durte. Isha i bindën për ato që gjithçka që ndodhë, le ndodhë. Po du më ndalë të që kjo pjesë, edhe sot pas sa vitesh, qaj e ngjarje tragjike që të ka ndodhë ty, atë, si me thonë, atë rikthehet pasën ku me pas problem, qoftë me ankth, qoftë me andra shumë të mërshme,
Çka përjeton zotrin Niazi sot kur po flasim? Jo, ta thom drejtën, ta thom me sinqeritet. Jo. Kam qef. Edhe vetë thom, kam qef ta rikujtoj natën, një ëndër, një diçka. Jo. E kom marrë këtë gjën shumë se dikush kemi edhe gjatë bisedave me njerëz, thonë që ka mundësi. Bindja e madhe se edhe gjaja ma e bukur që më ka bo të ndjehem në këtë mënyrë edhe sot, është aja ndjen kur jam fut fshat, nuk kom pa asnjë fëmijë, asnjë gru, asnjë torturë. Ajo ka qenë shërimi më i mirë për ty. Ai është shërimi edhe sot që flasim. Edhe do të më përcjell tonë jetën. Knatësia më e madhe për mua ka qenë kur jam fut fshat, nuk ka pas njëri përveç aty në 2 plakave që sot ndjej dhimbje për një anën, tjetër nuk e kanë vetëm frikë. Sot ndjej dhimbje. Për tjetër, absolut as që e mendoj ato. Po më thuaj që shlirimi më i madh për ty ka qenë kur nuk e ke pa askën në fshat. Koha e luftës, ka dhimbje të mëdha. Unë jam prej gjeneratave të reja, po prej historive që mi kanë tregu edhe prind, po edhe familjarët, po du me të pyet konkretisht ty. Cila ka qenë pjesa ose historia më e dhëmshme që sot ty ngjall dhimbje aq të madhe sa që kanë erë edhe emocionet s'mundesh me i kontrollu? Po pyetje është me dhënë, bashkë këtë pyetje mirë që e bane, si kem pas breng, edhe sot e kam. Baba ishte rëzu dimnit edhe thy kamën, kukin zjerë pak e pat kohë, se mosha e vjetër nuk rregullohet shpejt. Edhe atë natën, do më para zonjës sime, jem shku edhe, thëm drejten, pe thëm të haplës, kum la, bani dush, rrobat e reja, kapelen, rru e bantit të natë. Edhe dalë prej shtëpisë më thotë, të kish kujdes. Është hera fundit që jem pa me ta. Thotë të kish kujdes. Thëm, ba thotë është luftë. Ndodhi shka ndodhi, tash jemi njerëz, du të mi kuptu. E di, thotë mërë birë, e kuptoj, për të ishe kujdesshëm. Se e di me ka ki punë. Ajo ka qenë hera fundit që ti e ta Ajo është hera fundit. Edhe ma nuk im taku. Bisedat me vlezërit që i ka bon, ai ka thonë pse me më tradhtu një zi. Në thonë, kjo është aja historia që më brejnë sot, se më duket, edhe unë jem zanë, maj nuk e ka ditë, se si kanë tregu vllaznit. Se unë isha i zanën edhe nuk kanë ditë, kanë gjithë robat mija, kanë me du se jam i vrau, me jam i djegun apo ku jam. Kështu që s'kanë pas besim me i thonë ku jam. Edhe ai ka vdek me atë sikur e kom tradhtu. Kjo brejnë mjetë, kurse tjetër. Nuk kom arrit me i shpjegu, as me i thonë se kështu ka qenë. Me thonë, Kjo brenga më e madhe në këtë. dhimbja më e madhe për ty është ndarja me babojnë tënë, se sot gjithë ato maltretime që tu kanë vodi. Edhe ndarja nuk ka qenë shumë e rëndë, por mënyra se si ka shkuaj në atë mënyrë se gjasma e kom tradhtuar ne, kjo se gjithmonë e ka thonë gjithçka besoj, por këtë mënyrë një zionë e kanë zonë, nuk ka diçka është i vramë, se s'ka mundësi që në një kush është. Pa ardë bilit pa të një spjegim më madho. Kjo ka qenë pjera fundit. Po besoj që baba juaj është krenar për ju, që qëndrën para nesh edhe na e tregon këtë histori shumë dhëmshme. Po du me ditë, zotërin Niazi, pas luftës, çfarë ndihme ke marrë, qoftë nga shteti i Kosovës, por edhe nga shoqëritë civile që me ndihmu sa do qoftë? Absolut, mirë e bane pyetjen, as edhe një ndihmë më të vogël. Absolut as një gjë. Prej gjitha saj, ndëgja, pyetje shumë e mirë, ne nuk kemi dalë në atë rrugë për me përfitu diçka.
absolut as që ka qenë ajo ndjeni jonë, as që kemi ditë se vim. Mirë po, si që kanë rridhë ngjarjet, kom bë kërkesa, kom bisedu me njerëz, absolut jam i lanë masdoren për gjitha aspektet. Edhe kom folë me shumë njerëz që unë jetoj me një shtet tjetër, nuk di t'ja përmend emrin, unë jetoj me një shtet tjetër, por që kur ndodh diçka, kom pas një kërkesë edhe prej shtetit Kosovës, që bre të paktën të pajisnë me dokumenta, mos të më kthejnë atje ku duhet, se nëse ndodhin. Në vendin tim s'kam qenë, qysh se ka ndodhë kjo, ka 26 vite apo po banë për 27, nuk kam qenë atje, edhe nuk e kom atë guxim ta marr se nuk shkoj. Do me thonë, me një fjalë, jam me disa dokumente atje që për momentin jam aty, nuk i dihet. Kjo kam pas dëshirë të kem diçka, një status që e kanë përfituar të thanë. Besoj se Kosova do ta kuptoj se e ka meritu, ku absolut ma tepër se sa ajo shumë takon. Besoj se kemi bën diçka për këtë vend. Besoj se të tënë do ta dinë, do të them haptas, nuk e kemi bën për një fitim. Thjesht, ka qenë vullnet, ka qenë dëshirë, që ndihmojmë njerëzve, të bëjmë diçka të mirë. Unë e kam fatin shumë të madh, që takoj njerëz, përshëndesin, flasin, takoj të ri, që shpesh më thonë, ja ku jemi, bënë gjithçka. Padyshim që për ty është një lehtësim i madh. Është kënaqësi. Ort vetëm një kënaqësi, m'japin kënaqësi, nuk është me gjë, po. Mirë, po sa i përket ndihmave, absolut asnjë gjë. Absolut asnjë gjë. Ndihma shteti i Kosovës, jo. Në shtetin ku jeton, Danimark, cila ka qenë ndihma që tu është ofruar edhe historia jote atje? Po, ndëgja. Në shteti ku jetoj, unë shumë do ta falenderoj. Edhe kështu, edhe kom falenderuar edhe atje, kemi pas intervistë edhe me ta. Kanë bën të famshëm që sot janë. Më kanë kuru, më kanë marrë me biseda, gjithçka që kom pas nevojë, më kanë ofru. Edhe vetë veshin, e kam një pjesë tyne që fala se marrë. Edhe sot kushton. Po ata më haptas dikon 1500 euro. Për me erë. 2 herë në vite më ndrojnë. Nuk kam nevojë i rrinë gati ata konsulentët e protezave. Kështu që jam shumë në rregull me ta. Po, mirë, po, shtetësi s'kam të atjetë, kam një leje qëndrimi, kam 4 fëmijë, kam gruan, jetojmë një jetë normale si të tonë. Kështu që deri në këtë pikë atje ka shku mirë, prapë i falenderoj shtetin aty ku jetoj, është kënaqësi. Zotën Niazim, është prej momentit kur kemi kontaktu me ju, për neve ka qenë kënaqësi, edhe e di shumë mirë sa kemi prit për me realizu këtë intervistë. Unë sinqerisht në emër të gjithë redaksisë të gazetës Sinjali, të falenderoj shumë që ke gjetë kohë edhe dëshirë me tregu historinë tone, edhe sa do pak me uni edhe ti personalisht i lehtësum për ndodhinë që të ka ndodhur. Jo, faktikisht, është edhe kënaqësia imja, me kënaqësi më të madhe kam marrë këtë vit e kjo. Historia nuk është kaq, ka shumë gjëra që janë edhe më të mërshme. Ka gjëra që tortura ka vazhdu nga mesi ditës nga aty, nëse më lejohet. Po, patjetër. Po. Mas prerjes veshit, na kanë qenë në
mekanizme në që për në zhegër. Ata dhe morën gabim, zhegra ishte blokume, se edhe njohë mi zhegrën, se jemi afer, nuk jemi largë. Aty në dalin. Ata e qushin ushtëria policore serbe. Mirë vëllë, thot jo se këtheni mrapa. Gjatë gjitha intervistave, më thonë se në partesh, më këmë logaritë në partesh në ka që. Mirë po, kërë më këthy në Kosovë, me po venjën se ku, atëherë kam më po se kisha pas gabu se në konë budrik. Tepër me. Aty në kanë që, në kanë majtë nga tash sakt nga 12 orë deri te darkës. Aty ka qenë tortura ma madhe që nuk isha i lodhën, kisha humbë shumë gjak, fati patëm pakuj aty. I thamë shaqirit gjithëherë kapokun e shishës, ma mush me ujë. As kum pi ujë, më tepër. Nga derdja humbja gjakut, u ilqesha dur të poshtë, isha i rasha, pisha pak ujë u drejtojsha. Momenti që drejtojsha dha vrap nga unë. Mirë vëllë. Aty ka pas Rus, që ku një gjonë e tyne, e kje qashtë ka pas fëmijë që qeshin me neve, bësh në egare me neve. Aty, mas një kohë pash një automatik prap, thëmë shaqirët, thëmë, do të ma fash këtë, së më do të provoj, nëse mundën të arrijë. E disha që diçka po arrita ban, diçka po s'arrita mbrojnë edhe ik më habeti. Edhe përfundan kjo prapë, është dyta herë që kom tentu, nuk pat shansë me ngrit. Në ora 8 mbrëmjes, vini kërë i ushtrisë policore, 2 policë dalin, vinë aty. Para se me arë këto, në letrën e ftimi në disa materiale mi kam pazon atje. Dhe më pyta si qohësh. Nga që ishmi në male, kohën se kishmi kohën për mu regullu, ata shumë mjekër, jo me qef, se si dukur. Më thotë si qohësh, a letrën e ftimin tim aty kom raj. Po flas haptas, kom raj me pa e me nuheq. Thash këta bonën që bonën belit paktën. Thot kush i dhe, si që është të miljes. Aty, të thëmë hapta që këmë tonë gjithë konë, të thëmë edhe këtu. Mirë, e latë më hapet. Kër erdhen policia me në marë, pyt, kush është Niazi Bajrami, thëmë jo mund. Ajo që unë grejt e bërtiti, ajo polici thaja tash është ndorën tonë e morë mina. Na morën e na qunë një pjesë, një herë në qunë me nga bo një gjasma një kontrol. Se neve nga e qitën në gjipek një qese, se me shtim kërta në bon gjak, aty rrjedh ki gjaki, aty në shtinën si kur e pret një kafshë shtim gjipek mos. Aty në qunë gjasma, një kontrol mirësore. Nuk e di me emen, po ceket me një kontrolën e parë nga rezonanca, ceket e një ti. Jo më shku aty, e banin një ngjitje të vogël, sa më nërë gjakin, për momentin. Po fillun qeshmet. Jo ka ra prej katit 3, jo prej katit 10, jo ka bo këta, jo ka prej veshin, jo ka prej në kosë, jo këta diun e disa gjanë tila. Mirë, edhe më zorën mu jashtë, po në koridor ishin ato, si të një parajla, sa i të një ato përbajtjen e kufomave, isha atë që i lodhën që nuk më interesoj ka absolut asë një gjatë tjetër, vetëm të pushoj. E më rati flesha të gjumë, arke tjetër më ka për gjykin të këj edhe po fle. I këmërë se më i lodhën, bënë që të qërasha, flesha të gjumë, se nuk, isha i maru. Edhe, aty në nëzorën jashtë. Në nëzorën jashtë në bërë, ishte, në bërë gjoku, arre edhe ki gjoku, më mirë bëllë. Edhe, në qunë, në monë në thapi shumë në burg të Gjilanët,
edhe kysmet nesër për panqe. Unë e disha që në burg, nuk do t'i përballojmë të atë. S'kanë kohë të nga që në panqe, se aty ishte përfundimi që s'ka. Po. Mirë po, të do t'a qeki këto, vjen keq, nuk kam arrit me taku, kom dëgju se punëtori i burgut, që na i ka hap derën, ka qenë i burg shnosh, mas kohës, mas një kohë më kanë thonë se ka qenë shqiptar. Edhe me respektin më të madh, kom pas qef me taku, nuk kom pas mundësi. Ndoshta do t'jetë edhe fjala e tij, thot, po i lëm këtu në burg ta vdesin. Nesër nuk do t'i përballojnë. Kështu që veti nëse ka ndaj familje këtu në Bilan çoni dikun se përndryshe ta vdesin këtu. Mirë. Kushurini ka motrat martume, ose shoqësh, Rashid. Aty afër. Na mor policia në qëtë, im shumë derës shumë herë, nga friga, se ishte gjithçka e rrezikuar, gjithçka ushtri, gjithçka polici, kontroll ishte gjithçka, ishte banxhilan e hekur. E dolen e hapën derën, ju thot policit atajnë, njerëz me anë ishtin e majnë. Jemi himrena. Aty, dëgja, jemi popull i vujtën, po jemi bamirësh, jemi njerëz të mirë, jemi njerëz human, jemi njerëz me të vërtet bëjmë do gabime ndoshta e nuk i mendojmë pasojat, po në përgjithësi jemi njerëz për tu krenu. Aty kur është hina mrena pastërti që s'ka në rregull. Ne qebet na i thoshme ambasador të qebet, bardha në kanë. Absolut as nuk e hiqi ato, thot shtrinjën një këtu, lu thash jo mos, jo. Thot na ti, thot ajo e unë. Kusharinë thon, edhe po pyet. Thash po problemi që me hau. Aja ka bën të përshesh me buk, dhe me tamël, edhe tash luga të sheqerit. Po. Me sa di 3 lukë më hange më shumë. Më pranë gjumë. Edhe qysh nga e natë e gjumit, gjumë më të mirë ta maj men, që ku mbona herë. As trem, as ish më thojnë edhe ata si ka mundësi ke fjetë si keqë, po isha... Se e kisha mendjen të pushoj, nuk e kisha mendjen që më ka ndodhë, nuk e kisha mendjen që më bënën, nuk e kisha mendjen aja knatësia e asaj që tash edhe ma heret, nuk më zunë kush, nuk më maltretu në kanë para meje, nuk vranë në kanë, nuk përdhonu në kanë, ishte knatësi për mu, aja ishte knatësia. Pjesa tjetër ishte kretë, ndodhë i ke më vetë. E jem të nesrit, jemi qu, e prej aty ndrumë venë, për shak të sigurisë. Edhe të atynë, edhe ndrumë venë. Pra dokumenti që ta dërgohë aty, ne i njofshëm i aty në kushoreve atje, më thot njëzit do të qeni kontrol, se nuk bëhat kështu. Mund më infektu, edhe ma keq bëhat. Jemi shku të ordinanca, në fjallë ke aty, është diagnoza me sa aty, po. Aty dhe bëjmë kontrolën e parë, mirë falenderit, ka bërë një intervjist vogël, ka bërë fotografi. Për me keqardhje e thamë, du të thamë, e këmë thonë gjithëherë, ka brej pak aja. Thot, pagesa është 10 markë, atëherë. Kërkoj pagesë. Kërkoj pagesë. Nështë e ka bërë pa vedije, e kom taku më së nej, nuk e kom thonë. Po, në fakt, ata që më qunë, ata pak ju arkeq, filluan pak me neve, dhe shë ja. Po ata i kanë pagu jo nësë nësë kisha. Isha i zhveshur total. Nuk isha asë një gjënë me vitë. Edhe i bëjnë disa kontrola. Herave tjera nuk s'kom pagu le. Asë një parë s'kom bëjnë herave tjera. Kurse herën e parë pak, po e thamë këto, nështë edhe e ka bërë pa vedije, ose nuk e di. Se është kjo punë, po kryesore kjo ka ndodhë. Edhe kthehem mas disa kontrollave aty, e një vetën pak ma. Kemi bërë dhe një intervist aty, në kanë arë njerëz, kemi pas një gjizim, edhe aty,
ma kanë pru disa njerës. Edhe mas pak ditëve më vjen dëshira të thaj, ti ki prej Gjilanit, shkoj t'i bashkona familjes. Edhe mi thamë një kosharinit mingjës shaqirit, më tafë e kemi thonë, unë do t'i ki ku, ajo që mend krejta, jo, zbahat tash po, unë do t'i ki për Preshevë. Po si s'ka autobus tash, unë po dalë të stacioni autobus, po shikaj, nëse ka mirë, nëse s'ka të. Po shkaj autobusi për bjana, që mirë bëllë. Kur hypin autobus, i vetë jona që isha shqiptarë, ishin të tanë serbë. Të njëjtin ushtarë që maltretimet më të mëdha mi ka basha në autobus. Aja ishte befasia ime, dhe kur e shoha me u. Edhe marrë kapuqin, një farë kapuqin ma dhanë e futi, shumë mirë, e më loj pak. Vetën edhe thash mos... Po edhe kisha hik mikër, nuk kisha më ashtu, dhe besova thash se nuk mund me mjoftë. Mirë, bëllë hypër me autobus, daljet prej Bujanovit ishte kontrolla e rrept. Aty ishte kontrolla e rrept. Aty, po fati ma dhanë letrin e ftimin me veti, më pytaj ku i ka shkon të më Preshevë, ku ishin Gilan, për shka. Kam operu veshin edhe, kështu që, pa ju doke se ishte i pështjellë. Mirë të të hecë, u knalë qane. Kur hinë autobus, prapa aja të meri, i vetëmi une civil, të të nështarë, serë paramilitarit. Tash, përdoret një fjallë, ka i herë dhe deri daj, duhet me tonë. Ashtë një shprejje. Edhe kondukteri aty, ku e ka venin më ullë, ishte një ushtarë, jo më shtetë se së me shasë kam, s'kishe ku më ullë, e flasë me ta, ta që i kohë. Shka me që u kohë, ne shkojna për fshatrat gjithë ka. Qa ushtarë, merë ushtarë, qarë. Kur shkojnë Preshevë, të llogarit që Preshevë është halasiq. është taksi e ka e njerëzë. Absolut, zbriti heq përveç ushtarë, polici. Një shak, që kom njofte, mi konë shkollë bashkë, e takaj. A i vrap të unë më thot, ku i e ky shke pështu, e qa o bon kështu më të thom, ja. Ti absolut as një fjallë nuk e do. Ma e pëkrahin të marna, se jemi maru. Nuk o ka bënë mo. Edhe me më quve dikon ku njohëmi dikon që të patëm. Mirë, dhe ashtu të në ullë, edhe ku marrë për krahe, e më ka një modeli të veni ku duhet. Aty, ishin që në disa familjarë që një. Aty filloj e ma beti aty, ja e kjo, kemi minuta. Mirë, bëllë, ishte procedurë formale e ty, filloj bëjt me qajt, me të ishte tegja, ishin kujshit e të të aty. Aty ju thomë me, du me të ku familjen ku janë. Thët po, marrën e më qojnë të familja, ku shkaj atë e isha. Ata u shokatën, u ishtin... Nuk kam besu që e gjatë. Absolut, se këshin gjithë e isha. Gjatë asaj kohë, vlaj madhë, kish pas intervenu në komunën e Preshevës, ata dalë me shiku kuanë, me më lypë, me më gjetë. Ku jam i vrau, ku jam i diku, vetëm robat mija kanë gjetë, ku gjatë tjetëri. Edhe absolut as një tjetër. Mirë për prapë, pa në suksese së kanë ditë ku jam. Mirë për në menjë dhe tyne, ata kanë menu qatë pasaj kohë, ku do tjetë. O vrau, kanë prej, kanë djekë, kanë morë, kanë që në bërë shobo me ta. Me fëmija konë shumë i lidhën, kër futën në bërë, djali vlajt, sot është i rritur, a im gjuhët qaf, isha atë që i keqë, po i përbalova. Edhe aty jam futë mrejna, kemi bisedu me ta. Komuna e Preshevës më qanë disa gazetarë aty, më pas një intervistu me ta. Mirë po, për mos me qëndru ma te për aty, vinë disa fjallë janë ka ju kërkujnë prapë. Ku janë, ku jeni, si ka ndodhë puna me ta. Atëherë në u detyru me unë ishtë në kam për Macedoni. Edhe
thonë drejten, atë ditë, me bërë të në truk prej Tërnavës, Preshevës, e tere në kufit Macedonisë, nga përmal. Po i përballova, se tash kam dasht me një bashku familjes, me kalu deri aty, pjesa shka ndodhi, ato e lash mrapa meje, edhe si isha më interesum se shka ndodhi mrapa, shka do të ndodhë në tarme, vetëm vazhdoj para. Shku Macedoni, patëm në kufi një problem, në ndalun atje shumë, mirë për fati, falë shqiptarëve të Macedonisë, ishmi pa buke, ishmi një grupë shumë i madhe njerëzve, fëmi, gra, pleq. Filloj pak qajshin, brejtshin, ishin... Ishte një torturën e pa po me aty mi po gjitha ta njerëz në atë mënyrë. Dhe mirë vëllë, një plak, një grua aty, ender gjallë, që kom shumë respekt për ta. Aja ja heki qebe në një batani, një qebe si tush, qebe, të fëmijëve të vetë, pak buk, pak disha kish pasë, një zi, ma qiti qebe që i filloj shi. Tha, merë edhe këtë buk haje, edhe qebe, tha se ti, këta ki pa për neve. Falë ti e jemi këto. Edhe sot pëjdu, ja fjallë e saj, edhe ender gjallë, është e lodhër, plank, kom qefë, du të takoj, kom taku. Jo shumë herë, po prapë se prapë. E ke taku? E kom taku, edhe kom fatin që do të takoj prapë, deri sa gjallë edhe herë, se jenë gjanat që më lanë për shtypje shumë, ato 3 lugë për shesh, edhe aja buke asaj nane, që ja heki fëmijëve të vetë më, ndoshta është edhe që jem jetë sëtë. Ta shti, njeri me nëndë, dhe jo forca, jo zoti, jo nuk e di, tash po unë i kam të dy gjana që më kanë bon. I mban men më. I mbaj shumë men edhe i mbaj shumë, knasna kur e kujtoj ato. Me djemt e saj, një për tyre është këngëtare, jeta ka ndryshu, janë rritje, janë bon. Për mu knatësi e madhe që sot jam para njerëzve, mi pata fatin, dashti Zoti edhe arritët martohen, kam një familje. Fatmirësisht. Shumë të knaqëm. Zotri Niazi, padyshim që edhe ti për me tregu historitë të tilla duhen orë, ndoshta duhen edhe ditë. Me aq sa kemi pas mundësi, ne kemi dëgju historinë tonë me shumë dëshirë edhe mshurit një jetën kohë. Të falenderoj edhe një herë që ke qenë ke vendos me shpalos këtë historinë tonë dhe shpresoj që... Unë me knasi më të madhe, thëmë edhe një herë i falenderoj shumë, por për ma te, për gjitha saj, shka unë e thamë edhe e kom thonë shumë herë, kam pak edhe një mbjen keq prej vetës, ka i herë e quj vetën fajtor, kom pështu njerëz, kom pas mundësit i ki vetë. Po. Mundësit më të mëdha kom pas me i vetë. Njerë që ka qenë, personi që ka qenë fjetë në gjumë, se ka qenë i ri, ato kësha mujtë me lanë aty. Po. Po nga mosha, edhe nga përvoja jetës, jem detyru mi thonë ati, heq, ik, shkaloj më mjez, unë jem dërzu vetë. E sot, ata gëzojnë gjithë shka. Unë jam absolut asë gjë. Krejtë mirë, krejtë në regull, por më duket një pa drejtë. S'kërkoj asë një gjë ma te, për nuk kërkoj moshas, absolut, kërkoj një drejtë, si nëse ka kush e panë. Që shpresoj që keme gjetë. Mirë, po, prapë se prapë, knatësia ime është aja që thashë edhe ma herët, kom qenë pjesë e asaj kohë, nuk i bi pishmon për asë një moment, jam shumë krenar me atë gjatë që kom pas mundësi të bëj, edhe prapë nëse i vjen
mundësia e maj që për këtë vend, prapë se prapë. Në gjakit dhe erdhoni të gjithë atyre njerëzve, gjithë ato viktimë, gjithë ata njerëz që patën fatin me marrë pushkën, patën fatin me ndihmu në atë mënyrat në atë mënyrat e veta të pakta. Unë kam shumë respekt për ta. Është kënaqësi. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.